Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe ish ministër i punëve të jashtme Bujar Osmani ka akuzuar koalicionin Vlen se ka dështuar plotësisht në përmbushjen e premtimeve për avansimin e procesit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut, duke vlerësuar se për 2 vjet qeverisje vendi nuk ka shënuar asnjë përparim substancial drejt Bashkimit Evropian. Në kuadër të serialit 2 vite në nënshmim Vlen asgjë, sot flasim për ndoshta dështimin më të madh të Vlenit, dështimin e idesë europiane dhe mënyrës se si ky dështim po i dëmton shqiptarët. Ne shqiptarët në këtë shtet gjithmonë kemi qenë motori i orientimit euroatlantik. Kjo sepse Europa ka të bëjë me përkatësinë tonë, por dhe ka qenë gjithmonë i lidhur drejt për drejt me drejtat individuale dhe kolektive. Vlen doli para qytetarëve me një premtim shumë të qartë se do ta përshpejtoj rrugën europiane, se do të sjell energji të re, dinamik të re dhe kredibilitet të ri në Bruksel. Dhe se këtë do ta realizojmë brenda 6 muajve të parë të qeverisë së përbashkët me VMRO dhe Zname. 2 vite më vonë, rezultatet janë dëshpëruese. Shteti nuk ka bërë as edhe një hap të vetëm substancial drejt Bashkimit Evropian. Në vend të përshpejtimit kemi stagnim. Në vend të reformave, kemi improvizime, dhe në vend të agendës europiane, kemi politikë ditore. Kryesuesi i ri i Bashkimit Evropian Irlanda prezentoi agendën e re dhe vendi jonë është i vetmi që nuk përmendet fare. Veçanërisht shqetësues është fakti se edhe mundësia historike që ofroi plani i rritjes së Bashkimit Evropian ka mbetur kryesisht e pashfrytzuar. Në vend që shteti të ishte lider në rajon në zbatimin e reformave dhe shfrytëzimin e fondeve evropiane, sot kemi vonesa, realizim të pamjaftueshëm dhe mungesë të vullnetit mirëfillt reformues. Asnjë vizitë zyrtare e Vlenit dhe përgjithësve të tyre në përbëj në kryeqytetet e Bashkimit Evropian. Por humbjen më të madhe të agendës evropiane e Vlen u ka shkaktuar shqiptarëve, votuesve të vet dhe popullit. Dhe këtë nuk e themi ne, këtë e thot Brukseli, këtë e thot Parlamenti Evropian, i cili rikujton se rruga drejt Brukselit vazhdon të kalojë përmes Ohrit. Në raportin e tij të fundit, Parlamenti Evropian konstaton qartë regres dhe kërkon angazhim të ripërtrir politik për vazhdimin e rrugës evropiane. Ai kërkon respektim dhe zbatim të plotë të marrëveshjes së Ohrit dhe paralajmëron se besimi ndërtnik dhe parimi i barazisë nuk guxojnë të vihen në pikpyetje. Veçanërisht me rëndësi është fakti se Parlamenti Evropian ka kërkuar që institucionet të garantojnë respektimin e plotë të barazisë gjyqësore. Dhe kur Parlamenti Evropian dhe mbi 400 deputet atje detyrohen të kujtojnë institucioneve të këtij shteti që të respektojnë të drejtat tashmë të fituara të shqiptarëve, atëherë kjo është dëshmia më e fortë e dështimit të Vlenit si përfaqësues politik në qeveri.